Kontrollime në 5 lokacione në Shkup, 4 të arrestuar, antar të klanit Bellanoca Baron, prej të cilve tek njëri është gjetur sasi e madhe marihuane, është rezultati i aksionit të madh policor të ditës së sotme bunker, i zbatuar me urdhër të prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Të gjithë personat ndiqen penalisht edhe për veprën penale vrasje, përkatësisht sipas pronave të prokurorisë, të dyshuarit janë bërë pjesë e një bande kriminale që ka vepruar për një periudhë më të gjatë dhe që kishte për qëllim të kryente vrasje për hakmarrje me porosi. Trenka të dyshuarit gjatë muajit korrik të vitit 2023 në territorin e Maqedonisë dhe Greqisë të nxitur dhe me porosi nga një i dyshuar, paraprakisht organizatori i grupit, kanë ndërmarrë veprime të vëzhgimit të lokacionit të dënuarit dhe kanë siguruar mjete për kryerjen e veprës penale. Me çrast në Greqi është privuar nga jeta një antar i grupit të kundërt të organizuar kriminal Gërçec, njoftojnë nga Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Disa nga të dyshuarit kanë marrë pjesë gjithashtu në vrasje te rruga e plastikave në Shkup në maj të vitit 2024 përpara një objekti në rrugën e ashtu quajtur rruga e plastikave. 2 të dyshuar kryen vrasje në një personi dhe gjatë largimit nga vendi i ngjarjes qëlluan drejt një automjeti të parkuar pranë, duke plagosur persona të tjerë, njëri prej të cilëve ndëroi jetë. Do të kërkohet paraburgim për 3 të dyshuarit, thonë nga Prokuroria Publike Themelore për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kodi penal parashikon dënim me burg prej të paktën 10 vite ose burgim të përjetshëm për hakmarrje dhe vrasje me pagesë. Përveç kërkesës së prokurorisë për paraburgim për 3 nga të dyshuarit, do të kërkohen masa paraprake për personin e 4 të privuar nga liria.